Maska po digjet, tani po hyn në kapitullin e ardhur. Mirë se vini në këtë video ku do të zhytemi thellë në filozofinë e Carl Gustav Jungut mbi periudhat më të vështira të jetës. Jung nuk i shite krizat si dështime apo fatkeqësi, por si një përgatitje hyjnore për një transformim radikal. Para se jeta juaj të zgjerohet në mënyrë të jashtëzakonshme, ju kaloni nëpër një proces të dhimbshëm që ai e quajti enantiodromia, momenti kur një forcë e brendshme arrin kulmin e saj dhe detyrohet të kthehet në të kundërtën e vet. Sot do t'ju tregoj 5 shenjat psikologjike që tregojnë se po hyni në kapitullin tuaj më të madh dhe më të bukur. Çdo shenjë do ta zbërthejmë hap pas hapi, me shembuj, me shpjegime të thella dhe me ato njohuri që Jung na ka lënë si trashëgim. Kjo nuk është vetëm një video motivuese, është një udhëtim brenda vetes. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Faleminderit, le të fillojmë. Një falimentimi i personës, maskës. Çfarë është saktësisht persona sipas Jungut? Persona është maska sociale që ne mbajmë çdo ditë për t'u përshtatur me botën. Roli i punonjësit model, i prindit perfekt, i mikut gjithmonë të qeshur, i profesionistit të suksesshëm. Pse e krijojmë këtë maskë? Sepse shoqëria na shpërblen kur luajmë rolin siç duhet. Por problemi lind kur ne fillojmë të besojmë se kjo maskë është fytyra jonë e vërtetë. Si e dalloni falimentimin e personës? Filloni të ndiheni të lodhur ekstrem, të zbrazët, sikur po luani një teatër ku auditoriu nuk ju intereson më. As suksesi, as lavdërimet, as parat nuk ju japin kënaqësi. Kjo nuk është depresion i thjesht, është energjia psikologjike që po tërhiqet nga bota e jashtme për t'u kthyer brenda. Shembuj konkret, një menaxher i suksesshëm që pa pritur ndihet i neveritur nga takimet, një nën që e do fëmijët por ndihet e mbytur nga roli nën e përkryer, një artist që ka sukses tregtar por ndihet i vdekur brenda. Çfarë ndodh psikologjikisht? Egoja humbet kontrollin. Inkonscienti fillon të flasë më fort. Kjo është hapi i parë i enantiodromisë, forca e maskës arrin kufirin dhe fillon të kthehet në të kundërtën, drejt autenticitetit. Si ta përqafoni këtë falimentim? Ndaloni së luftuari ndjenjen e lodhjes. Pranojeni si një sinjal të shenjtë që po ju çon drejt vetes suaj të vërtetë. 2. Pushtimi i jetës së pajetuar. Çfarë është jeta e pajetuar? Është tërë ai potencial, tërë ato dëshira, talente dhe ëndra që keni shtypur për vite të tëra për të qenë fëmijë i mirë, i suksesshëm, i përgjegjshëm ose realist. Si shfaqet ky pushtim? Përmes ëndrave të gjalla dhe të përsëritura, dëshirave të papritura dhe intensive, nostalgji të fortë për gjëra që mendonit se i kishit harruar, apo një zë të brendshëm që thotë nuk mund ta vazhdoj më kështu. Pse ndodh pikërisht tani? Sepse shpirti kërkon integrim. Ai nuk pranon më që pjesë të tëra të personalitetit tuaj të mbeten në errësirë. Ky nuk është krizë moshe apo kapriço, por një thirrje e thellë për të plotësuar veten. Si ta dalloni nga thjesht një ide kalimtare? Dëshirat janë të qëndrueshme, ju ndjekin, ju shqetësojnë, ju frymëzojnë njëkohësisht. Mund të jenë dëshira për të ndryshuar karrierë, për të krijuar, për të udhëtuar, për të dashur ndryshe, për të jetuar më lirshëm. Këshilla praktike, filloni t'i regjistroni këto impulse. Mos i gjykoni. Jung thoshte se inconscienti na dërgon mesazhe përmes ëndrave dhe impulseve, dëgjojini me respekt. Shembuj historik, shumë artistë, shkrimtarë dhe mendimtarë të mëdhenj e kanë përjetuar këtë pushtim para se të krijonin veprat e tyre më të rëndësishme. 3. Thyrja e pasqyrës sociale, izolimi i shenjtë. Çfarë është pasqyra sociale? Ne e njohim veten kryesisht nga pasqyrimi të të tjerët, sa na duan, sa na lavdërojnë, sa na pranojnë. Si thyet kjo pasqyrë? Papritur ndjeni të pakuptuar, të largët nga miqtë e vjetër, bisedat e dikurshme ju duken të zbrazta, ndoshta edhe ju kritikojnë ose largohen. Pse është ky një moment i shenjtë? Sepse ju detyron të pyesni pyetjen më të rëndësishme:
Kush jam unë kur askush nuk po më sheh? Çfarë dua unë kur nuk ka duar trokitje? Izolimi nuk është dështim, është laborator. Është hapësira ku zëri juaj i brendshëm fillon të dëgjohet qartë, larg zhurmës së botës. Si ta përballoni? Pranojeni periudhën e vetmisë pa u përpjekur ta mbushni me njerëz të rinj menjëherë. Lexoni, meditoni, shkruani, ecni në natyrë. Kjo është koha e lidhjes me vetë në self, sipas Jungut. Rezultati, kur dilni nga ky izolim, nuk jeni më i varur nga vlerësimi i jashtëm. Jeni i lirë. 4. Dorëzimi aktiv dhe sinkroniciteti. Çfarë është dorëzimi aktiv? Nuk është heqje dorë apo pasivitet. Është ndalimi i luftës së egos për të kontrolluar çdo gjë me forcë. Si duket në praktikë? Ndaloni së gjuajturi me çdo kushtmundësit, ndaloni së detyruari gjërat. Filloni të rreshtoheni me rrjedhën e jetës suaj të vërtetë. Këtu hyn sinkroniciteti i Jungut, ato koincidenca kuptimplota që fillojnë të ndodhin kur jeni në harmoni me veten. Një libër që ju vjen në dorë, një person që takoni rastësisht, një mundësi që shfaqet në momentin e duhur. Si ta kultivoni? Nëpërmjet besimit, durimit dhe vëmendjes ndaj shenjave. Egoja thot, duhet ta bëj vetë, vetja thot, jam pjesë e diçkaje më të madhe. Shembuj të fuqishëm, shumë njerëz që kanë ndryshuar jetën e tyre rrënjësisht tregojnë se pas dorëzimit filluan të ndodhnin gjëra që nuk mund t'i shpjegonin logjikisht. 5. Integrimi i hijes së artë. Çfarë është hija? Zakonisht ne e njohim hijen si pjesën e errët, zemërimi, xhelozia, dëshirat e ndaluara. Por Jung foli edhe për hijen e artë, talentet, madhështinë, potencialin ton më të lartë që e kemi fshehur nga frika se mos dalim në pa, se mos na kritikojnë, se mos humbasim dashurinë e të tjerëve. Pse kemi frikë nga madhështia jonë? Sepse të jesh i madh do të thotë përgjegjësi, do të thotë të jesh i ndryshëm, do të thotë të mos jesh më mesatar dhe i sigurt. Si integrohet? Duke pranuar plotësisht talentet tuaja, duke pushuar së kërkuari leje për të qenë vetvetja, duke filluar të veproni edhe kur trembeni. Rezultati, ju ndaloni së luajturi të vogël për t'u përshtatur. Filloni të jetoni jetën për të cilën keni lindur. Përfundimi. Mesazhi më i fuqishëm i Carl Jungut është ky: unë nuk jam ajo që më ndodhi, unë jam ajo që zgjedh të bëhem. Dhimbja, kaosi, zbrazëtia dhe izolimi që po përjetoni nuk janë fundi, janë shpërbërja e formës së vjetër në mënyrë që forma e re, më e madhe dhe më autentike, të lindë. Kapitulli juaj më i mirë nuk fillon nesër. Ai fillon në momentin që pranoni veten tuaj të plot, me dritë dhe hije, me maskë dhe fytyrë të vërtet, me të gjitha pjesët që keni qenë. Nëse po e përjetoni ndonjërin nga këto shenja, dijeni se nuk jeni të humbur. Jeni në prag të diçkaje të madhe. Ftoni shikuesit. Nëse kjo video ju preku, lini një koment duke shkruar se në cilën shenjë po kaloni tani. Ndajeni me dikë që mund ta ketë nevojë. Abonohuni për më shumë njohuri mbi psikologjinë e thellë jungiane. Faleminderit që udhëtuat bashkë me mua në këtë thellësi. Mirupafshim në videon tjetër.